Mirëmbrëma, po deshte edicionin më të ri të emisionit 60 minuta. Në kohën kur procesi gjyqësor në Hagë është në fazën e fundit të përmbylljes së fjalëve përfundimtare të të akuzuarve, pas pak në studio me avokatin Ardian Bajraktari, flasim për pritjet nga ky proces gjyqësor, për kërkesën e prokurorisë specializuar në Hagë, e cila ka kërkuar nga 45 vjet burg për secilin prej të akuzuarve, për dëshmitë dhe provat e paraqitura deri më tani dhe kur mund të presim një vendim të gjykatës speciale. Të gjitha këto diskutojmë pas pak, por fillimisht ju sjellim lajmet kryesore të ditës. Kuvendi i Kosovës miraton planin e rritjes nga i cili Kosova përfiton mbi 800 milion euro. Miratohet edhe marrëveshja me Bankën Botërore e pritet edhe shqyrtimi i projekt buxhetit. Recep Selimi nuk ka pasur kontrolle as dikip mbi policinë ushtarake të UÇK-s, thot Broqja në fjalën përmbyllëse. Mbrojtja Krasniqi thot se ZPS-ja po mbështetet në spekulime. Ministri i Pushtetit Lokal takon kryetarët serb të komunave. Kryetari Mitrovicës Severiu thot se integrimi i serbëve nuk është kompetencë e qeverisë, por dialogut. Supremja i liron nga paraburgimi 9 të dyshuar për manipulim të votave në Prizren. Vendimi erdhi pasi avokatët e të dyshuarve kërkuan mbrojtje të ligjshmërisë. Kuvendi i Kosovës ka nisur seancën e sotme në orët e pasdites, ku po shqyrton dhe pritet të ratifikojë marrëveshjet ndërkombëtare. Me 104 vota pro e 5 abstenime, Kuvendi miratoi marrëveshjen ndërkombëtare me Bashkimin Evropian, të njohur si plani i rritjes, e që parasheh përfitime prej më shumë se 880 milion euro për Kosovën. Kuvendi ka miratuar po ashtu edhe marrëveshje të tjera ndërkombëtare, përfshirë me Bankën Botërore rreth 90 milion euro për financimin e politikave zhvillimore për efektivitetin fiskal, konkurrëshmërinë dhe rritjen e gjelbër. Kjo marrëveshje parasheh kthimin e mjeteve për 12 gjet pakamat. Ajo miratuar në ditën e fundit të afatit të lejuar. Këto dy materiale nuk mbështesin ekzistencën e ndonjë lidhje midis P168-s dhe burgosjen e pretenduar të anëtarëve lokal të policisë. Të dy këto dokumente Instituti i Kosovës për Drejtësi përmes një analize për projekt ligjin mbi ndarjet buxhetore për vitin 2026 ka konstatuar se ky projekt ligj shkel obligimin kushtetues për rregullim të shtesës në pak të zyrtarëve publik. IKD-ja ka deklaruar se përkundër që gjykata kushtetuese pasi vlerësoi se reduktimi i pagesës për zyrtarët publik gjatë 15 vjetëve të parë të karrierës nuk është në përputhje me kushtetutën dhe urdhëroi që pagesa të bëhet nga 1 shkurti 2024-s, projekt ligji e shtrin këtë pagesë nga 1 janari këtij viti. IKD përmes një reagimi ka theksuar se megjithëse kushtetuesja obligoi amandamentimin e ligjit për pagat në sektorin publik, qeveria synon ta bëjë këtë me projekt ligjin mbi ndarjet buxhetore për buxhetin e Republikës së Kosovës për këtë vit, i cili është një ligj që vlen vetëm për një vit dhe nuk respekton standardin e kërkuar. IKD-ja ka bërë thirrje kryetarës së Kuvendit dhe deputetëve që të mos e miratojnë projekt ligjin mbi ndarjet buxhetore në këtë formë, por duke larguar nenin 31 dhe iniciuar ndryshimet e nevojshme ligjore në ligjin për pagat në sektorin publik, duke siguruar kthimin e vjeteve në mënyrë retroaktive nga 1 shkurt i vitit 2024. Këto dokumente konfirmojnë statusin luftarak të anëtarëve të policisë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka udhëtuar drejt Gjermanisë, ku po merr pjesë në edicionin e 62 me radhë të konferencës së sigurisë në Mynih. Sipas njoftimit të Kurtit, kryeministri në margjina të samitit do të ketë edhe takime bilaterale. Edhe presidentja Vjosa Osmani parashihej të ishte pjesë e konferencës në Mynih, por pjesëmarrjen e anuloi me arsye se ka angazhime institucionale dhe prioritete që lidhen me zhvillimet e brendshme të vendit. Konferenca e 62 me radhë e Mynihut do të mbahet nga 13 deri më 15 shkurt, ku pritet të marrin pjesë qindra udhëheqës botror, përfshirë edhe ata nga Kosova. Në Mynih, përveç kryeministit Kurti, pritet të jetë edhe shefi i Agjencisë Kosovare të Inteligjencës Petreta Jeti. Lufta e Rusisë në Ukrainë, që në fund të shkurtit hyri në vitin e 5, pritet të jetë tema kryesore diskutimeve në konferencë, por edhe tensionet që kanë të bëjnë me Iranin. Shtabit të përgjithshëm lidhur me policinë lokale dhe në fakt Harush Kurtaj konfirmoi
Kryetarët e komunave me shumicë serbe janë takuar këtë të premte me Ministrin e Administrimit dhe Pushtetit Lokal në Qeverinë e Kosovës Albert Krasniqin. Pasi takimi Krasniqi ka bërë të ditur se me kryetarët serb u takua për të koordinuar përgjegjësitë institucionale në mes të dy niveleve, qendrore dhe atij lokal. Gjatë këtij takimi kam dëgjuar me kujdes se cilin kryetarët komunave për çdo sfidë të tyre. Qeveria në përgjithësi dhe MAPL në veçanti është e gatshme të ofrojë ndihmën dhe mbështetjen e nevojshme për zgjedhjen e problemeve të cilat janë në interes për qytetarët, ka shkruar ministri në një status në rrjetet sociale. Por kryetari i Mitrovicës së Veriut, Milan Radojević, pas këtij takimi ka thënë se zyrtarët e qeverisë nuk janë kompetent për çështjen e integrimit dhe se ajo duhet të negociohet brenda kornizës së dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Ne si kryetar komunash besojmë se kjo nuk është diçka me cilën duhet të merremi, është ekskluzivisht një temë për negociata dhe negociatorët kryesor, ka thënë ai. Një ditë më herët, kryetarët e komuna me shumicë serbe miratuan një deklaratë me të cilën hodhën poshtë dhe dënuan çdo veprim ose aktivitet që mund të rrezikojë punën dhe shërbimet e institucioneve shëndetësore dhe arsimore që veprojnë në mjediset me shumicë serbe brenda sistemit të Serbisë. Prokuroria parashtron se janë nënshkruar nga Krasniqi. Konkretisht. Ka përmbyllur fjalën përfundimtare dhe mbrojtja e Recep Selimit. Në ditën e dytë të paraqitjes në gjykatën speciale në Hag, avokatët e tij kanë kundërshtuar pretendimet e prokurorisë për ndikimin dhe kontrollin që Selimi e ka pasur mbi policinë ushtarake të UÇK-s. Prokuroria tha trupi gjykues dhe citoj, Mbrojtja e Recep Selimit e ka përmbyllur fjalën përfundimtare në gjykatën e Hagës, gjatë së cilës i ka kundërshtuar pretendimet e prokurorisë se ai ka pasur kontroll mbi policinë si ministër i rendit publik në qeverinë e përkohshme e themeluar në fund të luftës. Termin policia e UÇK-s, avokati Erik Tolli e quajti tezë të prokurorisë dhe tha se Selimi nuk ka pasur ndikim mbi të as pas përfundimit të luftës. Sikur se e kemi thënë pas qashurit, UÇK-ja dhe policia ushtarake UÇK-s ka qenë nën komandë dhe nën strukturë dhe ka qenë nën përgjithësinë e komandantëve të zonave, nuk ka qenë në përgjithësinë e zotit Selimi. Ky avokat tha se në raport me Selimin, prokuroria është treguar kontradiktore. Në paragrafin 503 thuhet se zotri Selimi kishte kontroll operacional mbi policinë, ndërkohë që në paragrafin 532 duket se ka ndryshuar mendjen ZPS-ja duke pretenduar që ai kishte autoritet operacional mbi policinë dhe që ai ishte i pozicionuar për të udhëzuar veprimet e tyre. Avokati Tolli ka thënë se prokuroria nuk e ka bërë të qartë as autorsinë e materialeve për akuzat që ja ka bërë Selimit. Ai ka përmendur edhe një prej fotografive që ka prezantuar ZPS-ja, ku Selimi shihet me uniformë të zezë dhe këtë prokuroria e prezantoi si ndrim pozite. Në asnjë pikë në gjykimin e vet nuk e ka vërtetuar prokuroria që një person që vesh një uniformë të zezë apo një uniformë tjetër, kjo në vetvete është një tregues se ky person i përket policisë ushtarake. Avokati kryesor i Selimit tha se klienti i tij është i pafajshëm dhe se akuzat e prokurorisë nuk kanë bazë. Zotri Selimi nuk ka qenë komandant, nuk ka ushtruar asnjë përgjegjësi eprore në asnjë mënyrë dhe në asnjë formë, përfshirë këtu edhe autoritetin e pretenduar që zotri Selimi ka qenë antar i këtyre strukturave, pavarësisht faktit që ai ka qenë antar i njohur i UÇK-s që nga fillimi. Selimi bashkë me Hashim Thaçin, Kadri Veselin e Jakub Krasniqin akuzohen për krime lufte e krime kundër njerëzimit. Prokuroria ka kërkuar dënime nga 45 vjet burgim për secilin. E mbrojtja ka hedhur poshtë të gjitha akuzat. Gjatë nisjes së fjalës përfundimtare, një ditë më parë, avokati i Selimit, Geoffrey Roberts, tha se asnjë provë nuk dëshmoi ekzistimin e ndërmarrjes së përbashkët kriminale, me të cilën akuzë i ngarkon prokuroria, ish udhëheqësit e shtabit të përgjithshëm të UÇK-s. E pas fjalës për mbyllëse të mbrojtjes së Selimit ka vazhduar fjala përfundimtare mbrojtjes Jakub Krasniqit, ku avokatja e tij ka thënë se zyra e prokurorit të specializuar mbështetet në spekulime dhe pretendime të pambështetura në akuzat që kanë ngritur, derisa potencoj se asnjë dëshmitar nuk ka thënë se është keq trajtuar nga Krasniqi. Parashtrojmë që është vetëm një opsion që të merrni vendim pafajësie ndaj të gjitha akuzave të ngritura ndaj Jakub Krasniqit. Në fund të parashtrimit do t'ju bëjmë thirrje të nderuar gjykatës që
që ta shpallin të pafajshëm Krasniqin dhe ta lejoni këtë zotëri 75 vjeçar që të kthehet në familjen e tij dhe të kaloj vitet që ia ka caktuar Zoti me familjen e tij. Kjo prokurori mbështetet kryesisht në spekulime dhe pretendime të pambështetura, ka thënë ajo. Më tej, mbrojtja e Krasniqit e ka akuzuar ZPS-n se ka zgjedhur dokumente dhe dëshmi të dëshmitarëve sipas interesave të saj. Përpara se të vijojmë me aspektin Elita Demokratike e Kosovës e ka quajtur selektive të pjesshme rezolutën për gjykatën speciale që të enjte në mbrëmje pa përkrahjen e kësaj partie emiratoi Kuvendi i Kosovës. Deputetët e LDK-s nuk morën pjesë në votim pasi nuk u pranua kërkesa e tyre për ta shtuar një pikë me të cilën kërkohet zbardhja e vrasjeve para dhe pas luftës. Në reagim, LDK-ja theksoi se mbështet gjykim të drejtë të paanshëm sipas standardeve ndërkombëtare, po shtoi se drejtësia nuk mund të trajtohet në mënyrë të fragmentuar. Rezoluta u bën thirrje dhomave të specializuara dhe zyrës së prokurorit të specializuar në Hag që të zhvillojnë procese të drejta ndaj ish udhëheqësve të UÇK-s. Kam një orë, gjatësisë duhet të flasë gjatë kësaj. Gjykata Supreme u ka ndërprer masën e paraburgimit 9 të pandehurve për falsifikim të rezultatit të votimeve. Vendimi vjen pas kërkesës për mbrojtje të lishmërisë nga avokatët e të pandehurve. Gjykata Supreme ka aprovuar kërkesat për mbrojtje të lishmërisë të paraqitura nga mbrojtësit e të pandehurve në çështjen penale ndaj të pandehurve me inicialet BB, AH, AK, GSH, LK, BG, EG dhe IP, duke ndryshuar vendimet e shkallëve më të ulta dhe duke ndërprer masën e paraburgimit për të gjithë të pandehurit. Të njëjtët person janë liruar menjëherë për të mbrojtur në liri, thuhet në njoftimin e Supremës. Po ashtu, Gjykata Supreme ka aprovuar kërkesën për mbrojtje të lishmërisë të paraqitur nga mbrojtësi të pandehurit me inicialet HP, duke ia ndërprer masën e paraburgimit për veprën penale, falsifikim me rezultatit të votimit dhe duke liruar të njëjtin person për të mbrojtur në liri. Koha ka mësuar se në mesin e të liruarve janë edhe familjar të kandidatit për deputet të PDK-s, Feta Pasharizi dhe një familjari kandidatit për deputet të kësaj partije të Najt Hasanit. Do të përqendrohem në 4 fushë në veçanti. Së pari komunikatët, së dyti mungesën për të bërë lidhje midis deklaratë publike me krimet, së treti rregulloret dhe së katërti pretendimet